Me laptopin si Prestige dhe celset e magazinës së OPG-ve në xhep, kompetenti pa shumë kompetencë krye prokurori Olcian Çela bëri lajm të burshëm teksa përpara dy ish-ministrave socialistë të drejtësisë Xhafa dhe Manja, prej të cilëve dhe ish-gjyqtar dhe prokuror thash se kodi i ri penal është represiv që duhet zhbërë dhe jo arnuar. Disa e përgëzuan për guximin, profesionalizmin dhe artikulimin elekuent, thonë se ju tha fyti nga befasia e gjëmës që ju përplas në atë komision parlamentar me emër të gjatë, i krijuar së fundmi nga qeveria arishtare e mandatit të katërt. Vetë deputetët të mëngjër e të djathtë i ran pishmanit se përse në vitin 2016 e kishin hequr kaq shumë kompetenca krye prokurorit, jo vetëm si institucion, por duke lidhur me emrin e përvetshëm që kishin aty në ballë. Reforma në drejtësi e ngjizur me një orgji diplomatike e qeveritare rilindi drejtësinë që kemi tani, e centralizuar deri në coptim dhe ndarje në oaze në dukje pavarësie. Po krye prokurori që mbeti? Nomenklaturat e tij shkon deri në transferime, emërimet apo lëvizjet e brendshme të oficerëve të policisë gjyqësore në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. Në nisje të punës së tij, në atë pak kompetencë që ia jepte ligji, krye prokurori Olcian Çela bëri ligjin me OPG-n. Por News Pikal ka mësuar se shumë oficer të policisë gjyqësore u transferuan nga Tirana në Rrefe, po ashtu dhe nga një rreth në një tjetër. Ky është rasti ku Çela, duke qenë pjesë e sistemit, kishte dieni për OPG të përveçme dhe dyshime për afera korruptive. Rastet janë të dyshimta që OPG të rezultojnë të përfshira në korrupsion, kanë nisur dhe procedime penale, madje dhe arrestime në flagrancë. Në kostumin e krye prokurorit Çela tha shenja se aq kompetencë sa kishte me OPG-n të bënte një ristrukturim, por të treguar se dhe nëse nuk kishte prova për përfshirjen e tyre në afera, çdo kush prej tyre mund të lëvizte me një të rënë të lapsit. Ajo që ndodhi më vonë tregoi se pas një firme transferimi mund të fshihet një lojë më e madhe se sa minutat shtesë të një ndeshje që përfundon me golden goal. Por çfarë ndryshoi për këta OPG? Transferimi disa mujor në përrethët dhe më pas rikthimi në Tiranë, të vatra ku rroga në bankomat shpesh harrohet të tërhiqet, më së paku tregon dyshimin e arsyeshëm se çdo transferim dhe rikthim ka një kosto, më e pakta kosto morale, për t'i lënë hapësirë më shumë kompetentëve e pak kompetencë për të llogaritur kosto të tjera. Rrallë shfaqjet, por kur del përbën lajmin e madh. Herë duhet kërkuar me shumë kompetenca e herë duke bërë kompetentin për diçka që llafi nuk i ka vlerë, më shumë se sa një lajm i burshëm ditor. Sa pro OPG-t janë fort të ndërgjegjshme për të gjetur marifetet që të mos largohen nga vendi punës që fjalën rishfete kuptojnë si një drejt që u takon.